Live from Tirana në Top Albania Radio. Në këtë moment, Juri përshëndes nga pjesa e dytë të Live from Tirana në këtë transmetim të drejt për drejt në këtë hënë të datës 9 shkurt 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, për të xhamin me mua ndodhet kolegu im Wazy DJ dhe na është bashkuar tashmë në studio kohë gjatë pa u parë. Të paktën në studio Bruno Shemsho, mirë se vjen në Live from Tirana. Mirë se u gjeta përsëri. Ore, se kam qenë gjithmonë kurioz, ka ndonjë kuptim specifik mbi emrin jot, Shemsho? Jo, me sa di unë. Aha, se do të thonë është origjinë, s'ke googluar kur për emrin tënd? Jo. Jo, them të drejtë. E Bruno, si je ti? Mirë, shumë mirë këto. Si ka qenë ky fillim viti sësh, po të paktën muaj që lan pas, muaj e parë i vitit, domethënë janari zgjati si një vit, ke të drejtë në atë pjesë. Është gjithmonë ashtu, po zakonisht domethënë në fund vitin e vendosim objektiva dhe ai ishte le të themi janari, muaji që ti vendose në praktik objektivat, se sa realizohen pastaj duhet para rrugës po. Normal. Shiko, unë e kam nisur vitin shumë barë shigjur zotit në lidhje me çdo projekte dhe çdo gjë që po bëj, edhe kam filluar gjithmonë që ta ndaj kohën time në gjëra që ja vlen të harxhosh energji. Edhe më pëlqen kjo rrjedhshmëria deri tani, megjithëse janari që pak si shumë i gjatë, por jemi në rrugë të mirë, le të themi, shumë në rrugë të mirë. Në rrugë të mirë, po si e gjen veten një djalë i mirë, siç je ti, që nuk është pjesë e këtyre të tregut të Bad Boysave. Megjithëse Ariani dje në fan club tha sot Bad Boysat janë për plasteline, dikur kishte Bad Boysat të vërtet. Domethënë vlen një njeri sot, Bruno, i mirë, i kulturuar, një djalë i mirë në sensin që gjen rrugë për të kanalizuar në profesion apo këtë dion? Unë mendoj që se ti gjithmonë nuk e qenë as skandaleve as edhe kam zgjedhur të jem kështu, sepse është e lehtë të bësh skandal sot e të marrësh ato klikime, po unë mendoj se në long term, në afat gjatë, në plan afat gjatë ja vlen shumë më shumë, sepse gjithë Bad Boysat që kanë qenë të paktën e kohën time kur nuk kam qenë në një emision për dashurinë, janë sfumuar këto kohë, nuk shohim shumë Bad Boysa, kurse unë vajta disa vite që ende si thua jam për tema sociale, si në lidhje me Big Brother edhe çdo gjë që përflitet, jam aty që të jap komentin tim edhe opinioni të paktën nga rrjetet sociale dhe kudo që jam, dëgjohet edhe njerëzit janë të interesuar, kështu që ja vlen më shumë. Plus Bad Boysat janë me këmishë këto kohë, nuk janë me ato. Po, këmishë xhaketë dëgjoj. Çfarë mendon ti për çunat që kërkojnë dashurinë një periudhë kohë në televizion dhe e ribëjnë këtë pastaj edhe një herë tjetër kur jepet mundësia për të shpalosur veten, siç është Big Brother. Pra, duket sikur sindroma përputhen e konkurrentëve nuk hiqet edhe kur bën pjesë e një formati tjetër. Pra, ende përdorin të njëjtën lojë, të njëjtën strategji pa dashur të gjykojmë askënd. Jo, po jo vetëm Mateo, pra edhe të tjerë që u futën këtë vit, pra u futën 4 personazhe nga përputhen, duket sikur sërish drejt këtij kanali shkojmë, pra, surpriza që bënin në përputhen kërkojnë t'i bëjnë dhe aty, kërcimi që bënin në përputhen kërkojnë t'i bëjnë aty, dhe forma e surprizave është e njëjtë, të një sindrom përputhen në thonjza, në kuptim metaforik, po themi kështu. Unë mendoj çdo reality show në këtë rast, të lë një si përputhen si Big Brotheri në këtë rast që është diçka një produksion më i madh, të lë gjithmonë diçka dhe çdo kush përpiqet që të hyjë përsëri sepse i intereson ajo vëmendja, ajo euforia që të jep fakti që je në qendër të vëmendjes. Edhe nuk e kanalizojnë veten në fusha ose në tema të tjera sepse mendojnë se vetëm për atë gjë janë të aftë. Shiko, ti hysh në një emision dashurie nuk është ndonjë gjë wow, e kupton, po ajo çka merr pasi del prej atje, ajo ka vlera, mendoj, sepse është e lehtë të ish atje brenda të bësh të tregosh dashuri, të tregosh empati ndaj atyre vajzave, por ajo çka vjen në televizion pas asaj është gjithmonë çka vler, sepse është long term, siç e thash, është afat gjatë çdo gjë. Kurse nëse ti e shikon veten ato korniza ku thjesht mund të bësh një lojë ose një marrëdhënie me një gocë në show është diçka e limituar që aq ngelesh. Prandaj shumë veta, siç kam thënë, sfumohen në televizion sepse lën aty. Si do duket ty Gen Z sot? Ti i përket Gen Z? Jo.
Ku ti përket? Jam 32 më Ronaldo. Jam millennial. Ti nuk je Gen Z. Për fat të mirë. Pse për fat të mirë? Shiko, ka shumë në fakt çdo ditë është gjenerata në të cilën bën më shumë studime, kërkime sociologjike, psikologjike, sepse ka nevojë. Disa për shembull pak minuta më parë po lexoja në një website, por nuk është shumë i besueshëm, edhe nuk e di atë më seriozisht që Gen Z thoshte që është brezi më ignorant, por njëkohësisht edhe më i lumtur. Në Malajzi është e hapur një shtëpi pensionistësh për Gen Z. E lexova. Që ti mund të paguaje disa dollar në muaj, që nuk ishte një shifër e madhe, dhe për një muaj aty rrije vetëm haje, pije, rrije dhe flije gjumë. Nuk po them atë gjën tjetër, s'kam përshtypjen që edhe ky brez nuk e bën as atë gjën tjetër. E bëjnë kështu. Si quhet marrëdhënia me mesazhe? Si e bëjnë cyber. Kur bën marrëdhënie ashtu cyber intime, po i bën mesazhe. Po cyber sex. Domethënë duket se kur çdo gjë kanalizohet tek ajo pjesë. Më thot Wizi, sa mirë njeh ti Wizi? Ti Wizi ç'a gjenerate je? Millennium? 32 dhe Wizi. Po, po flisim për Gen Z, pra, domethënë është vërtet. Edhe sipas një studimi kështu doli Ronaldo që millennials, brezim domethënë, janë më inteligjent domethënë në rang botror, në studim botror se sa gjenerata Z, dhe është herë e parë që ndodh kjo gjë që një gjeneratë e re të jetë më dam si thua se sa ajo e përpara. Ja, dhe regjia që fokuson në Wizi në plan për ta vërtetuar që është millennium. Plus ne ngjajmë shumë herë më të rinj. Po të vësh re, gjithë gjenerata Z, si thua janë si. Po çfarë po i plak vetmia? Unë mendoj mënyra si e kanë jetesën, nuk din të bëjnë qef, nuk din të kujdesen për veten. Një artikull tjetër shumë interesant, se të kontaktova për këtë gjë, po me ty mund të bësh çfarë do lloj bisede dhe le ta bëjmë kështu. Një artikull tjetër shumë interesant thoshte që të rinjt po refuzojnë klubet, pra nuk është, pra Gen Z nuk është më ky brezi që shkon në klube, dhe po ta shohësh, klubet kanë një rënje dhe po zgjedhin më shumë palesën, se për çfarë po e zgjedhin pastaj unë nuk e di. Pra po e zgjedhin se janë bosh apo po e zgjedhin për çështje krahasimore në rrjetet sociale, po e vërtet në fakt ky brez nuk bën shumë qef. Sa Gen Z kemi në Big Brother, ne kemi shumë këtë vit? Unë si dalloj do të Selinës Gen Z. Gimbo është Gen Z. Mateo Gen Z duket edhe Mateo, po. Gjenerata Z duhet ka disa aty. Greta është Gen Z, Brekena është Gen Z. Do flasim pak për Gen Z dhe jo vetëm Gen Z që janë pjesë e këtij Big Brotheri. Se si ke parë, por dhe mbi të gjitha për të shpjeguar pak. Domethënë, për të komentuar lojën Luizën e kemi parë, patjetër, dhe ja kemi komentuar atributet, por edhe jo atributet, por për të komentuar pak efektin social që ka rikthimi i Luizit, pra në publik është e njëjta, ndodhi një njëjtë vrull që njerëzit fillojnë me të njëjtat editse, edhe për të komentuar pak se si e kanë lexuar, se kjo është më e rëndësishme, se Luizi del nesër, pra nuk po garon. Më rëndësishme është faktike që del nesër. Domethënë del për disa ditë, besoj. Okej. Po ka dhe atë të filmit me sa di unë, kështu që besoj që nesër duhet të dalë. Tani pyetja ime është kjo. Dhe do ta shtrojmë këtë më një herë pas reklamave. Si e ke lexuar, si e ke parti banorët kundrejt Luizit, se vlen shumë për të lexuar se sa inteligjent janë këto banorë, për ta lexuar dhe për ta kuptuar atë që po bën Luizi. Rikthehemi shpejt në program. Drejt për të shkuar tek Bruno Shemsho që është në studio. Bruno, tani më bën një analizë të mirëfillt se si e pe ti në të gjitha aspektet dhe në të gjitha dimensionet të rikthimit e Luizit. Rikthimi në thonjza, se nuk është si konkurrent, po është për një mision për disa ditë në Big Brother. Unë do t'rregojmë sinqert. Duke thënë që mua në darkë më ka zënë gjumi se hyri shumë vonë Luizi, them drejtë, por u zgjova që në mëngjes dhe e kam hapur direkt që në orën 7 mëngjesit që të shkoja ç'a ndodhi. Atëherë ajo çka pash unë ishte një rikthim i shumë pritur, si të thuash, për një pjesë të fansave që janë shumë të. Po pse mezi po e prisin? Sepse mendojnë se mund të gjejnë shpëtim përsëri te i njëjti personazh i cili e ka bërë gjatë Big Brotherin. Nga ana e konkurrentëve pash një frik, si të thuash, sikur tani na eku çmimi nga duart. Pash në disa pjesë pash ignorancë, si thuash. Tani ishte shumë i lumtur, edhe më vjen keq se nëse do zbuloj që do iki Luizi dhe nuk do jenë përsëri bashkë si një konkurrent i vetëm, atëherë do mërzitet pak. Mua më pëlqen shumë Tani, them drejt. Tani është personazh edhe është zbulim, kur e pash në fillim thash
E para një herë u surprizova se sa shumë kishte ndryshuar nga Tani që këndonte këngën po martohet Malësori në Tani që shohim tani. Ka kaluar shumë në fakt. Po, dhe jam shumë kurioz ta dëgjoj lifeline-in e Tanit. Ka treguar pak, po bisedonte pak dhe me Luizin edhe bashkëshortet e tij dje në fan club edhe ndonjëherë pa absolutisht hallet të plakin në thonjza të plakin ndoshta nuk është termi dur, po të lodhin fizikisht, pra në pamje dhe shpirtërisht edhe këto jo vetëm këtë ditë, por edhe para futjes së Luizit Tani mua më ka pëlqyer shumë. Po nxjerr një anë shumë të lezetshme, ndonjëherë me naivitetin, por jo dhe naivitetin. S'është aq naiv. Madje unë shkoj deri aty saqë mendoj që edhe këtë rolin e naivit u ditë me Luizin, se po e dëgjoja dje që i thoshte Luizit që dëgjoj, kam fshehur një telefon në banjë, shkoj merre. E ndiqte ky. Ky mbante, un kam shënuar që dhe Tani mbante lojën, se nuk besoj që është aq naiv. Ai e di efektin në një Armaldo e krah Luizin, mendoj unë dhe thotë ta luaj çik të rolin sa të jetë këtu dhe bënte se kur e dëgjonte, sigur, domethënë mendoj unë, ndoshta mund të edhe unë kështu e lexova të drejtën, domethënë ai kupton shumë gjëra. Edhe vura re që Kristi, ndryshe nga banorët e tjerë, e analizoi shumë mirë faktin pse ka hyrë Luizi edhe sa do zgjasë e gjithë kjo. Madje tek festa, po e ka kuptuar, u mundua që të blente shumë nga Luizi për mënyrën. Po, dje tek festa dhe më pëlqeu shumë se edhe i hidhte pak sarkazm, si të thuash, dhe faktit që janë shumë mirë këta, po bëhet buj jashtë, u çmend gjithë publiku, domethënë. Po Bruno, se nuk është ky diskutimi që të kuptojmë, domethënë se tani njerëzit mendojnë që çdo vit mund të ketë protesta për Luizin. Secili konkurrent ka të lezetshme të veta. Po. Domethënë nuk besoj që çdo vit ne kemi publiku ka nevojë për nostalgjia është dhe do të jetë gjithmonë edhe pas 10 vitesh, se ka qenë patjetër tjetër, domethënë ka qenë shumë gjëra bashkë, por nostalgjia për ta parë Luizin është, por mos merremi më shumë se sa sepse Luizi nuk konkuron pra. Dhe kjo duhet sqaruar për publikun, por te kjo, për shumë Miri, këto banorë që janë, sidomos ato që janë ditën e parë. Miri, Mali, besoj se kupton shumë, po nejse. Ka shënë tren. Po se nuk besoj, pra nuk e ka bërë pyetje që mund të zbulojnë më shumë për Luizin. Për shumë Kristi e ka investiguar. Selin e ka investiguar dhe Miri me të vetën, pra ja munduar të investigojnë dhe të kuptojnë ardhen e Luizit dhe kjo është rëndësishme për të zbuluar sapo nuk hasin këto banorë dhe sapo dhe si do e vazhdojnë lojën pas ikjes së Luizit. Unë mendoj se përveç faktit që të investigosh dhe të kuptosh më shumë nga se ai është një informacion i ardhur nga jashtë komplet, domethënë që ose arrin është ndihmë e madhe. Po pra është një ndihmë e madhe që ti duhet të kuptosh të paktën ku ndodhesh ti, si të bën ai approachin që të afrohet, çfarë të thotë, kupton batutat që edhe kundra ta kesh Luizin atë lojë dhe të krijosh debat, është plus për ty, sado që komente do jenë të agravuar gjithmonë se kështu e kanë shumica ato, sidomos accountet që janë falso, do të shajnë, do të ofendojnë, por rëndësika që ti të bësh disi rezistencë, po asnjëherë me fodullëk. Domethënë gjithmonë jepi Cezarit atë që është e Cezarit, jo duke thënë ti ky ka ardhur në këtë rast pash Mateon që tha ky ka ardhur që të hanë një kock këtu. Kur mua më duket një koment shumë i pavënd, shumë pa lidhje, domethënë një njeri që ka përfituar shumë nga ai Big Brother, që ne e dim, ka qenë Luizi që ka përfituar më shumë se çdo kush tjetër, edhe me merita për atë Big Brother që ka qenë, nuk mund t'i thuash që ka ardhur ta është një kock. Kupton, mua më duket e pavënd komplet. Po si çka kocka, ai ka ngrinë gjithë mishin, kockat po i han këta në këtë pikë. Po ta marrësh me një zhargon kaq të shëmtuar që ta mendosh. Edhe po përpiqem. Po në këtë koment që bëri ty së duket Mateo, e kupton Big Brotherin? Shiko, nuk e di sa e kupton Big Brotherin, për aq kohë sa e trajton lojën e tij vetëm me Brikenën, kurse me të tjerët argumentet e këtij konkurrenti, që është dhe shoku im në këtë rast, janë vetëm E ke shok Mateo? Po, e kemi shok. Po unë gjithmonë kam këtë që njerëzit e keq interpretojnë. Unë do them atë që kam për dikë, edhe në qoftë se është vllai im, dhe do e respektoja shumë që çdo kush të thotë. Kujdesë kur dalin. Nuk më intereson. Edhe mund të mos të flasin. Ja, se besoj. Nuk e besoj sepse unë gjërat e mira që ka dikush e them gjithmonë, nuk them vetëm të keqijat. Ama gjërat që mua më pengojnë janë fakti që mund të tregosh potencialin tënd në shumë dimensione dhe ti po e mban veten të lidhur pas një vajze që nuk të pëlqen. Mua kurrë më ka pëlqyer çunat që shkojnë dhe qëndrojnë pas një femre kur ajo të thotë jo, domethënë. Po pse të pëlqen të Luizit kur i shkon te Kiarës?
nuk më pëlqente mua. Unë kam dalë kundër që atëherë, prandaj shumë veta. Po pra se s'mund të jemi me dy standarde. Për çfarë? Në sensin që kur Luizi insistonte për të rrëmbyer zemrën e Kiarës na pëlqente dhe kur Mateo insiston nuk na pëlqen. Ka një diferencë shumë të madhe. E cila është që këta kanë qenë të njohur me njëri tjetrin para 4 vitesh dhe ti ke hyrë tek. Të duket fake gjitha kjo? Po tani, më fal. Okej, po ta bëj ty këtë pyetje. Para 4 vitesh ke pasur një relat. Jo lidhje, sepse je takuar një herë, ke fol siç bëjnë shumica në chat me këtë vajzën. Pastaj, pasi je larguar nga ajo, ke vazhduar rrugëtimin tënd dhe ke jetuar. Duke u futur në përputhen, duke u futur tek kepi, duke nxjerr video pafund me goca të tjera, ngri hopa, xhelozo, dashuro. Dhe ti thua që papritur kujtohesh Big Brother për Brikenën. Big Brother shikon Brikenën ti në këtë rast edhe futesh atje brenda dhe thua un kam qenë ishi i kësaj. Edhe pastaj vazhdon lojën vetëm në këtë trajt, duke i thënë asaj unë të pëlqej ty. Ajo thotë nuk të pëlqej. Dhe nuk kemi pse analizojmë pse nuk e pëlqen ajo. Nuk e pëlqen, mund të ketë 100 arsye. Po italianët thonë nuk diskutohet për shije. Po pra, themi këtu për diskutuar. Po pra, prandaj po them. Unë shoh shqiptarët që i vjen inat që pse kjo nuk pëlqen këtore, është shije saj, mund të ketë 100 arsye, kupton, nuk ka pse. Nuk do t'ja gjesh ti me blesëri. Nuk është përputhen, është Big Brother në fundit, e kupton? Absolutisht. Tregon një dimension tjetër, jo vetëm prap tek ajo. Tani po mbron Brikenën nga Luizi. Ky nuk është një nominim fiktiv. E kupton? Dhe përsëri po e mbron me mishë dhe me shpirt që mos të dal duke thënë. Ja, ky është nominim fiktiv, por ato nuk e din. Ato e din nominim real. Po, ky është problemi ndoshta. Domethënë për banorët vazhdon ideja që është real. Urgjent në reklama se kemi të kaluar dhe rikthehemi për të diskutuar vetëm pas pak. Big Brother VIP dhe e mbyllim me këtë diskursin për Mateon edhe Brikin. Ti e beson që Brikena mund të ketë një lidhje jashtë, pra siç flitet lart e poshtë në studio televizive? Shiko, dhe kjo mund të jetë ajo që mund ta stepi apo thjesht nuk e ka qef Mateon. Unë po e marr të mirë qenë që ajo nuk e ka qef. Pastaj se çka në mbrapa kuindave se unë kam parë shumë lajme që mund të jetë lidhur, mund të ketë marrëdhënie, por di një fakt që një ish që ka pas marrëdhënie ajo që me sa më kanë treguar dhe portale të ndryshme, ajo e ka ende follow në rrjetet sociale. Kështu që edhe kjo është pak pikpyetje. Jo, nuk është personazh publik, jo. Okej, që mos futemi në. Jo. Thjesht ma treguan domethënë filani është Po më mos s'ka ndonjë gjë se. Po lajme janë, po Jo, e kam në këtë aspekt që edhe po ta mbash ishin follow, nuk është se është fundi botës, se nuk është e martuar. Unë them çalu don populli pa mua, nuk është se populli do lajme. Ça nisin, po. Populli do lajme. Ajo thjesht nuk e pëlqen. Kush ka përfituar më shumë nga hyrja e Luizit, jo në aspektin e famës të Luizit, po ka përfituar për të bler, për të investiguar, për të lexuar, për të kuptuar. Mendoj se Kristi. Kristi ka përfitur shumë nga kjo hyrje, edhe Miri pak, por tani Kristi pyet apo pyet edhe kupton? Se edhe këtu duhet Shiko, duke parë Kristi në gjithë rrugëtimin e tij deri tani. Se Luizi ka folur me kode. Po pra, mendoj se Kristi pyet edhe kupton, sepse në qoftë se pyetjet vijnë pas një pyetje, vjen pyetje tjetër, normal që ti po përfit diçka, sepse në qoftë se ti nuk e ke kap të parën, nuk hidhesh dot te pyetja e dytë. Gjithmonë e përfit atë dhe ai dhe shpesh bën sikur nuk e kupton, mendojnë që të vazhdoj të gërmoj. Edhe Luizi e kuptoi dhe ai këtë gjë dhe e kanë kthyer në batut, kanë qeshur edhe me njëri tjetrin në disa pjesë. Qartë, pavarësisht që Luizi nuk është konkurrent, por ne e dim që një sekond, një fjalë, një moment, një minutë ty mund të bëj mit, mund të bëj legjend, por njëkohësisht edhe mund të ta çbëj këtë mitin. Pra, rrezikon Luizi në këtë ditë qëndrimin në Big Brother pavarësisht që nuk është konkurrent? Kjo ishte një nga pyetjet që ja kishte bërë një nga gocat, nuk e di kush. Krusita në mos gaboj, po. A mendon se do humbësh nga kjo? Unë mendoj që nuk ka asnjë gjë për të humbur, sepse nuk është konkurrent. Na që nuk është konkurrent në këtë pikë, sepse ai ka fituar bigun e vet dhe mendoj se çdo kush që fiton bëhet personazhi kryesor në një reality show, gjë më e gabuar është të rikthesh përsëri te njëjta gjë si konkurrent. Kështu që ai përveç faktit që ka bërë një marketing të shkëlqyer për pjesën që po del dhe filmi tashmë, edhe një rikthim si thua për gjithë simpatizantët e bigut të atëhershëm, nuk ka humbur asgjë. Gjithë nostalgjikët janë trajtuar më së miri me këtë rihyrje për aq pak kohë.
Një anë shumë e mirë këto 24 orë ka dalë Stenaldos në pa, nuk e di a ke vënë re humori i tij dhe autoironia që bën me faktin që është i verbër, pra të dy e kanë trajtuar me humor dhe me shumë finesë për të qenë të sinqert. Si e ke parë Stenaldon? Stenaldo i lumtur dhe si thuash është i vetmi moment që ai mund t'i jap një formë të gjithë asaj çka ai mund të ofrojnë atë Big Brother është duke pasur dikë për shembull si Luizi që çdo batut, çdo gjë ai ja merr kuptimin. Domethënë Stenaldo në këtë pikë mund të jap edhe të marr nga një konkurrent. Kurse me të tjerët e ka shumë të vështirë mendoj unë që të tregoj veten me të gjitha ngjyrat që ka Stenaldo. Super konkurrent për mendin tim, super gjetje, edhe pse mendoj që qofsha gabim, mua më duket sikur shikon pak. Të paktën një përqindje, 10-20% mund se vetëm po është super human, super fuqi, se e kanë vënë në disa gjëra se edhe ministrin e kupton, shikoj pak si e bëri këtë, edhe të paktën për mendjen time si njeri që aq arrit të kuptoj, ai mund të ketë këtë gjë që mund edhe të shikoj pak, mund të shkoj hije ose diçka, pa dashur ta akuzoj se si të shkoj si mos të shkoj për mendimin tim, ai shikon më shumë se ata që janë aty brenda. Po më pëlqen shumë si lojtar me çdo gjë që po bën. Inteligjent goxha, dhe duke marrë parasysh që domethënë është sigurisht se nëse nuk po komentoj më shumë, por nuk të ndihmon fakti që ti në Big Brother pra nuk e sheh një situatë se duhet ta shohësh a preku as e preku, pavarësisht se gjithave ai prapë bën analizën shumë të pastër, pra ka inteligjencë absolutisht amplifikuara se këta. Një inteligjencë të mirë emocionale. Duhet pyes pak për Gimbo Selin. Domethënë u transmetua ai klipi në spektaklin e të shtunës mbrëmë. Se njerëzit kanë harruar fjalën spektakël, e thon vetëm Prime. Prime nuk është shqip, miq. Po bra. Gjithsesi. Spektakli. Po, në spektaklin e të shtunës mbrëmë në Big Brother VIP u transmetua pra një klip shumë i bukur që tregonte afërmitetin e Gimbos e Selin, por Big Brother është i paparashikueshëm dhe nuk e shpëton asgjë dhe pak para se ndjetë spektakli kishte ndodhur kjo biseda me Sëmirit dhe Selin. U mërzitën shumë me njëri tjetrin, Gimbo tha unë nuk jam botoni juaj, pastaj Selin tha që u zëtua para gjithë shqiptarëve që sa të jetë në Big Brother nuk do afrohet kurrë me Gimbon. Dje kanë qenë të afruar, ndoshta mund të kenë ndikuar pak edhe Luizi që ka dashur të afrohet me njëri tjetrin, madje kishte thënë po se puthet ti Gimbon do e puthun. Pas spektaklit biseduan, Gimbo e ndiqte me ushqim nga pas, si do të vijojë raporti i tyre në Big Brother? Unë them drejtën nuk i shikoj si çift. Domethënë fakti që Gimbo sa hyri direkt u bazua te kjo loje, si mund ta thuash që të ketë një raport me një gocë aty brenda që duket si një konkurrent e fortë, që është Selin në këtë rast, më duk shumë diçka fake si thua. Sado që pëlqimi mund të ekzistojë, nuk mendoj kur që Selin mund të lidhet aty brenda me një djalë. Edhe nuk mendoj se ka pëlqim në këtë rast. Më duket shumë e sforcuar e gjithë kjo, pasi Selin nuk mund të luajë vetëm. Është parë, është thënë dhe të gjithë kanë evidentuar që në qoftë mund të jetë me mirin vetëm. Si? Tango nuk është se vetëm. Po pra, tangoa nuk është se vetëm, po loja Big Brother mund të bëhet dhe vetëm. Ja, ka gabim. Askush s'ka bërë lojën e Big Brother vetëm. Pa qenë çift e kanë bërë dhe kanë fituar madje. E ke totalisht gabim, nëse nuk kanë qenë çift në aspektin romantik. Po pra, kanë pasur një tjetër, pra edhe Luizi nuk e bën dot lojën pa Olton, edhe Iliri nuk e bën dot pa Donaldin. Edhe Egli, më fal, Gjesti nuk e bën dot pa Eglin, duhet një Egli aty. Pra, të gjithë kanë pasur është raport amoroz dhe tjetër gjë të kesh raport me të gjithë konkurrentë ose me një specifik që të kesh atë dashuria është ajo me luftën me kundërshtarin. Kush në këtë rast miri me Selin është dashuri po thua? Bruno më dëgjoj. Dashuria për kundërshtarin po them, pra inati ndaj kundërshtarit. Miri dhe Selin nuk janë kundërshtar. Po flas për ato që kanë fituar, pra Ilir Donald, e të tjerë. Po kjo në këtë rast nuk është si këta. S'po më kupton pa fare, pra. Shikom, diferenca midis këtyre që përmende, gjithë fituesve, gjithë finalistëve që përmende, dhe Selinës në këtë rast, është që ajo përpiqet që të ketë një raport që të nënkuptoj
që është raport amoroz, po them, jo si këta të tjerët. Ajo nuk dëshiron mbase të ketë raport. Ajo një nga format e saj për të bërë ty të qenë i paqartë. Po jemi paqartë që mund të jetë një raport amoroz. Ti gjithmonë do kesh pikë pyetje. Po pse mund mos sa bësh lojën përveç kësaj dhe në një formë tjetër? Një libër i lexuar nuk ka, pra duhet të jesh një libër shumë i rrallë ose një film shumë i veçantë si Titaniku që ti ta rishosh prapë nga e para. I plak njerëzit po të lexuan morën fund. Pra nuk duhet të jesh kurrë aq shumë i lexuar dhe aq shumë me kartat e hapura. Do me thënë ti po thuaj që nuk është aq e veçantë Celi në këtë rast. Urdhëro? Ti po thuaj që Stelin nuk është aq e veçantë në këtë rast. Bruno, moderatori këtu jam unë dhe nuk i bën të pyetjet, por gjithsesi, pra morali i gjës tënde, pra i analizës tënde, përfundimi i analizës tënde është që nuk ka nuk ka gjithë elementet që të jetë fituese sepse do të kesh dhe faktin që të luash vetë. Për aspektin romantik, pra Gimbo Sili nuk ka asnjë ndjenjë, shkëndijë, pëlqim, ndjenjë nuk besoj në ndjenjat ato që ndodhin nëpër reality show të tjerë. E ke totalisht gabim. Nuk besoj. E kam pak kështu që Angel dhe Dags kanë 2 fëmijë. Po i kanë jashtë, jo atje brenda. Po më mos e aty unë njohën tani se tim heqtrurin. Nuk besoj që çdo gjë që ndodh aty është e bazuar në realitet. Mund ta nisësh, shiko Brunon, mund ta nisësh lojë që ndodh aty. Po ti nuk e ke provuar Big Brotherin dhe nuk e di se si mund të dashurohet njeriu në ato kushte. Tani mund të dashurohesh sepse mund të kesh shumë kohë me atë person dhe amplifikojnë ndjesitë e kuptoj këtë pjesë. Çështja është që atje baza është të fitosh 100.000 euro dhe të bësh lojën me të gjithë ata njerëzit që janë aty brenda. Jo, baza është të jetosh. Dhe në bazë të jetesës ndërtohen marrëdhënie dhe duke u ndërtuar këto marrëdhënie, si në realitet marrëdhëniet dhe mund të krisen dhe mund të lindin inate dhe pastaj publiku i analizon dhe zgjedh të mirin dhe zgjedh të keqin. Domethënë nuk ka marrëdhënie të stisura aty brenda. Në kudo ka marrëdhënie të stisura Bruno. Se në përditshmëri nuk ka marrëdhënie të stisura? Po ndoshta realiteti i njerëzve ky është që të krijojnë marrëdhënie të stisura dhe kjo është një pjesë e realitetit të shoqërisë tonë. Po pra. Se ne jemi të mbushur nga marrëdhëniet e stisura. Prandaj si besoj pra. A do le përsëri këtu. Po natyrë shumë mos besues apo. Prandaj kemi të martuar. Sa vjeç vajte? 31. Tur. Pse martuar? Po duhet ishe martuar për tash. Unë s'besoj të martesa, po kjo është temë tjetër. E diskutojmë një episod tjetër këtë. Mirë, kush del këtë javë, të ta lexoj pak sepse mund të jesh ngatruar dhe ti me këto që mendon. Që janë dy. Po, nuk janë këto. Atëherë për ta lexuar edhe një herë të nominuarit zyrtar për nesër mbrëmë për këtë javë, pra për këto ditë janë më dëgjoj Bruno. Brikena, Greta, Juela, Kristi, Krusita, Miri, Stenaldo, Rogert. Kë doni të shpëtoni e shpyetja dhe njëri për tyre do të lërë shtëpinë nesër mbrëma. Pra, Brikena, Greta, Juela, Kristi, Krusita, Miri, Stenaldo dhe Rogerti. Shiko, midis Juelës dhe Krusitës jam, për mua duhet të dalë Krusita. Tani, duhet të dalë pse, sepse nuk po shet gjë. As marrëdhënia e saj me Krisin nuk po jep gjë. Nisi kurrë e marrëdhënia. Po atë po them pra, nuk është se ka një as zanafil, as diçka që mund të shikosh më, e pati kohën e saj që mund të luante, mund të tregonte diçka nga vetja, për mendimin tim duhet të dalë Krusita. Dhe Juela rrezikon, po ka më shumë gjëra brenda, ka më shumë element që mund të trajtojë. Ka një gjë interesante tek Juela, është e vetmja që është me Rogertin, me antagonistin e shtëpisë dhe publiku ka shumë interes mbase, mendoj unë gjithmonë pa dashur të ndikojë. Ishin zën tani, gjithsesi. Jo, mund të kesh shumë interes për të parë këtë. Këtë Rogerti një person në krahas të ska skënde Ka Tani. Po Tani është me Luizin. Pas ikës së Luizit do rikthehet prapë Tani, se nuk Tani ka nevojë për një vizotërues në lojë, ta ketë mos si për vetes. Bruno, të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana, të uroj një ditë, një javë të bukur. 14 shkurt është shtunë, do e festosh këtë vit? Unë kam 14 shkurt çdo ditë, Ronaldo. Ha, burra man. Mos një përgjigje shumë bazike. Dhe festoj. Shumë bukur, me që e ke 14 shkurt çdo ditë gëzuar ditën tënde të dashurisë. Edhe këtu përfundon dhe Live from Tirana për ditën e sotme. Ne do të ritakojmë sërish nesër, deri atëherë, bëfshit qef.